Si pasojë e rreshjeve të shumta të ditëve të fundit, ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës ka ndërhyrë në pastrimin e lumit në fshatin Dvoran, ku ishte konstatuar grumbullim i aluvioneve dhe inerteve të cilat kishin krijuar pengesa në rrjedhën normale të lumit. Ndërhyrja kishte për qëllim parandalimin e rrezikut për përmbytje, mbrojtjen e banesave, por edhe të tokave bujqësore përreth, si dhe garantimin e qarkullimit të sigurt të ujrave, veçanërisht në kushtet e motit të paqëndrueshëm. Banorët e zonës thonë se prurja e ujit këtë vit ishte tepër e lartë dhe se kërkesa e tyre për të pastruar lumin u mor parasysh dhe u ndërhyr në kohë duke shmangur përmbytjen e tokave bujqësore. Megjithatë, sipas tyre, duhet një pastrim edhe më i madh i këtij segmenti lumor. Erdhë këtu, pastruan jashtë që kanë ngretë. Deri janë nga zapet, duhet të pastrohet, po të pastrohet mirë që ti ketë të mos mbetet ujë këtu. Në kushtet kur ndodhi kjo prurje e madhe e shirave, argjinatura këtu vajti maksimale fare. E kemi ngritur shumë herë këtë problem, shumë vite. Është bërë pastrimi, por nuk mjafton kaq. Burime në ndërmarrjen e shërbimeve publike bëjnë të ditur se këto punime janë pjesë e një plani të vazhdueshëm të monitorimit dhe mirëmbajtjes së prejmeve dhe kanaleve kulluese në të gjithë territorin, me synim rritjen e sigurisë për komunitetin dhe minimizimin e pasojave nga rreshjet intensive.